se jemi realisht në një natë historike për kombin shqiptar, jo thjesht ndeshje futbolli. Natë historike për kombin shqiptar. Po patyshim. Kjo nuk është ndeshje thjesht futbolli. Po sigurisht që nuk është ndeshje thjesht. Çfarë është kjo? Kjo është një përballje me ata të cilët kemi pas edhe i kemi ende njerëzit më të këqij që kemi pasur pranë nesh. Armiq. Tani armiq është. Po, jeni një nga popujt më të këqij ndaj nesh. Kjo është gjithë ideja, se ne shqiptarët nuk është se kanë armiq, shqiptarët nuk bëjnë armiq. Shqiptarët duan miq. Nuk jemi si racë ne, që raca jo nuk është një nga ato racat që bën armiq. Nuk kemi kaluar në një kufirin. Po si jemi shkuar në shtëpinë e njërit, asnjëherë. Ata na kanë ardhur këtu. Po jo vetëm ata, ma na kanë ardhur të tjerë, po këta janë më të poshtrit, që na kanë ardhur, kanë dashur me na marrë i pjesë. Ta kanë dashur me na marrë pjesë. Po sigurisht që janë më të poshtrit. Jo, po na kanë marrë i pjesë burr. Po lere vetëm ka marrë, po ti e di që në konferencën e paqes në Paris donin një rrip nga Nishi, 1 kilometër të gjerë me dalje ndet në Durrës. E diti këtë? Edhe tha Wilsoni, ore tha çan këta, tha ç'a duan këtë dalje ndet. Tani, vinte ndeshja tani. Unë do doja ndërkohë të lutem regjia, kjo është bileta. Bileta e ndeshjes parë. Ti kishe bileta apo kishe akreditim apo gazetar? Akreditim. Edhe kjo është bilet kështu omazh. Sepse është 0 dinar. 0 dinar. Është falas. Është falas. Po. Është historike edhe kjo, ëh? Kush? Po. Pra atë që ndodhi po. Tani ti ke folur shumë për atë dhe unë s'dua të sjell edhe një herë ato, por e di çfarë do doja? Të lutem shumë. Thuaj një herë atë, dua ta kem unë kështu në sinkron. Ky është flamuri më i bukur në botë albane. Dgjoj, realisht janë ca gjëra të shpjegoj një gjë. Ky është flamuri më i bukur në botë albane, u tha në një vend, në një moment, në një situatë. Dhe përveç asaj, ishin kryqëzohen ca gjëra. Dhe ti, ajo që thua ti që mund të jetë një gjë normale, për ne është normale për gjithë, merr një konotacion më epik, më bëhet më e bukur, i fiksohet më shumë njerëzve. Realisht qëllova në vendin e dur në momentin e dur. Pastaj me fillu më burr që o sa bukur. S'është ishte një gjë normale. Po ty doli nga shpirti? Ajo doli rastësisht, tani realisht, po ajo që du të them është në situatën që ishim ne atë. Ishim vërtet në situatë shumë e keqe. Prandaj ajo që më revolton mua është që pse duhet të jemi ne të bëjmë ne si serbët. Pse du të bëjmë në organizime serbe? Pse ky është organizimi i ndeshjes në Shqipëri. Është version serb i organizimit. Version serb? Po sepse serbët bin gjithë forcat e ushtrisë dhe të policisë nga çdo cep i Serbisë për një ndeshje futbolli. Shqipëri s'ka kështu gjëra burr. Pse po duhet të jenë këto gjëra? Shoh aty rreth stadiumit, po bëhen stërvitje burr, stërvitje, si do marrin masa. Ço më kjo turp i madh burr. Paske shumë inate me dukur. Jo, mos kam asnjë me asnjë person, nuk kam inat me asnjë person, se nuk është se janë këta të federatës për policia. Unë po them, është e egzageruar. Ora është egzageruar, po them, është egzageruar, nuk kush e bën pastaj organizim? Ore unë po them, policia shqiptare nuk mundet dot të angazhohet gjithë policia e Shqipërisë për një ndeshje futbolli burr. Sepse është fest, nuk është luftë, është fest. Po i po ndodhi për një gjë pasaj të kush më. Po pse më po të jenë 1500 policë s'do ndodhje? Numri policëve e limiton ngjarjen. Po frenon. Po ç'a do ndodhi? Po ç'a do ndodhi më burr? Nuk e di. Ore hyrjet e stadiumit, po ti shikosh janë me ca tornelo që i thonë, që një burr duhet që t'i kontrolloj kaq, s'duhen 2200, një tek. Foto tjetër dhe të flasim për formacionin dhe konkretisht për ndeshjen? Ky është. Ja, këtu desh ato. Ky është flamuri më i bukur në botë alban. Mund ta thosh një herë? Po, ky është flamuri më i bukur në botë. Nuk e them dot, do të shpjegoj një gjë. Nuk e them dot, sepse kjo janë ca gjëra serioze që thuhen kur mund të dalin. Nuk i thua dot. Po ti e kuptove se në fillim kupton asgjë. Kjo është foto historike dhe rezultati 0-0, flamuri atje, futbollistët ç'a këndi. Ç'a këndi bukur. Kjo është foto më e bukur them unë asaj ndeshje. Tu nuk e di kush e ka bë, është Gent Shkullaku apo Torpostina, nuk e di njëri nga Gent Shkullaku. Se kanë qenë të dy unë atak kam dalë nga ndeshja. Po jo, po ç'a elementesh ka në një foto, tifoz, rezultati atje 0-0, flamuri dhe futbollistët në fushë të habitur. Minuta 42 dhe sekonda 42 nuk e shef, Bravo! Minuta 42, sekonda 42. Do pyes tani kush e ka bërë këtë fotografinë. Është e Gentit pra, e Gentit. E Gent Shkullaku. Po, e Gent Shkullaku.
foto Reuters thoshim ne dikur në gazetën koha jonë. Foto shumë e bukur. Kjo është foto e shekullit. Po. Po tani vjen e madhe shekulli, po foto e shekullit, shikoj. Sa detaj ka. Të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Ky është momenti. Po. Se ndoshta se dini, për ata që nuk e dinë se masë shumë e dinë. Ky është momenti që pjesa më e madhe atyre që janë fush nuk po kuptojnë çfarë. Po. Nuk e din. Edhe futbollistët shqiptar, shikoj, nuk është se Albani tha një helikopter në fillim. E mund më? Tani thashu sepse askush. Po jo, nuk e di, që gjutin herë dronun s'shapani herë dronë. Po fare. Okej. Ajo që duhet të them është që nuk e shikonin, por edhe Ismail Morina, po ta vesh re, ky djathës tu është ai që në mbrojtësi i Serbisë, cilit ai ja uli flamurin. Ja uli ai me ndërgjegje. Po di pse e uli? Sa i shite nga aq shumë larg, po të shikosh sa larg ishte ndej mbrapa. Po. Është aq larg dhe drita, dhe ai ishte i bindur që Shqipëria ishte më të kuqe dhe Serbia ishte. Po, kjo e ke thënë. Dhe ai ishte i bindur që ja dorëzoi, ai më tha mua ja dorëzoi Lori Canës. Tash nuk ja ke dorëzuar Canës. Po ja ke dorëzuar. Dhe me të bardhë ishim ne? Po, se ishin ne me të bardhë. Ai se nuk e shikonte se imagjino nga dritat nga gjë. Sa e bukur kjo. Edhe prandaj e ka ulur atë, po në fillim realisht nuk e ka kuptuar askush. Edhe pastaj edhe tifozët serb, në fillim se merrën vesh sa ishte kjo gjë. Fillon duke dur të ketë gjithë se kujtohet se ishte një gjë e tyre. Kujtohen një gjë të tyre. Ti ku ishe në këto momente? Unë tu jam... Pjesa këtej, tribunën këtej. Unë jam në të majtë. Gjithë gazetarët ishin në djathë. Po? Gjithë komentet ishin në djathë. Ne komentonim nga krahu i majtë, ku fiks ku është ai tuneli që futen të futbollistët. Isha atje me një dy gazetarë, një nga tyre ishte Jetmira Lile. Po, gazetari i kryeredaktori i Panorama Sport. Tani në kryeredaktor në Top Channel. Dhe ndërkohë isha edhe me një dy gazetarë që ishin nga Presheva, shqiptar. Gazetarë që ishin nga Presheva. Edhe madje me telefonin e njërit për tyre kam bën këtë gjë. Çfarë thua? Ose në Amrabat janë u shkruajnë lidhje të gjitha. Si quhej gazetari? Se mbaj mend emrin. Se më mend, Jo. Me telefonin e tij. Po. Me dini serb atë e shkrihin. Po jo, më pse? Edhe një serb ja mora telefonin, unë mora gjithë telefonat që ishin aty se Rabat e janë. Po normal. Edhe serbi. Po normal. Ke fol me telefonin serbi? Po më se çfarë ke ka telefonin se ça. Po unë ti kapet 42 unë kapa këtë detaj. Tani, ke një send, një kujtim nga gjitha që ndodhi? Në një cop barja, në një cop... Unë, jo, të shpjegoj, ka kjo jo. Nga kjo jo? Sepse s'do të kem asnjë kujtim nga kjo. Nga ky stadium asnjë këtu. Ke gabim këtu. Nuk duhet të kem asnjë kujtim nga ky stadium, sepse ishte një vend jo futbolli, jo paqe feste. Po të thot një që s'do të kem asnjë kujtim nga ky stadium, një person që në 20 vite nëpër gjithë stadiumet ku kam shku, përveç Bexhit që kam marrë për ndeshjen, brenda Bexhit kam futur dhe bar nga ai stadiumi. I ke gjithë ato? Po. Po pse sa bar me vetë? Nuk do e thani më jo. Shumë forca policie rrugës me qarkullu me bar. Si, Se kuptove këtë. Le, nuk e kuptove. Shumë forca policie rrugëve me qarkullu me bar.